Lista serbe ka bërë të ditur se partia Nenad Rashicit për liri, drejtësi dhe mbijetesë ka fituar një mandat në përbërjen e ardhshëm të Kuvendit të Kosovës fal votave të shqiptarëve në komunat ku nuk ka fare serb. Antari i kryesisë së listës serbe Igor Simić vlerësoi se këto ishin zgjedhjet në të cilat Albin Kurti bëri gjithçka që lista serbe të mos i fiton 10 mandatet. Inxhinieria politike duket se ka dhënë rezultatin dhe Kurti arriti ta shtyjë Rashicin e Parlamentin e Kosovës, tha Simić. Kryetaria grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila ka deklaruar se koalicioni vetëvendosjes dhe partisë Guxo është dhënë besimin për të formuar qeverinë e re, por siç tha ajo jo me çdo kusht. Kusari Lila tha se 48 vendet e fituara i lën ata me një sfidë për të siguruar minimumin e 61 votave të nevojshme për të formuar një qeveri. E pyetur nëse janë të hapur për bashkëpunim me nismen e Fatmir Limajt, e cila do të ketë 3 deputet në kuvend, ajo nuk ka dhënë një përgjigje konkrete. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj hedh poshtë çdo mundësi për bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje për formimin e qeverisë. Haradinaj thekson se qeveria duhet të formohet nga opozita sepse siç thot ai, opozita ka shumicën dhe pas afateve kushtetuese mund të formojë qeverinë. Besoj se kjo na takon neve të bashkohemi dhe të bëjmë opozitën qeveri, tha Haradinaj. Profesori universitar Mazlum Baraliu beson se partitë opozitare presin 10.000 vota nga diaspora, por kjo nuk do dhe i pritej që të kishte më shumë vota edhe për vetëvendosjen, edhe për partitë opozitare, thot Baraliu. Zoran Savić, bashkëpunëtori i organizatës jo qeveritare aktiv, thot se diaspora si rregull zgjedh partinë e pushtet dhe se të shqiptarët e Kosovës kanë bizotruar narrativa etno-nacionaliste e lëvizjes vetëvendosje. Bashkëpunëtori Institutit Nusine Kokollari, Belgzim Kamberi, vlerëson se përkraja më e madhe i jepet diaspora Albin Kurtit dhe duke besuar se ai do të rivendos rendin dhe drejtësinë në Kosovë. Ish ambasadori i Shtetet Bashkuara të Amerikës në Beograd, William Montgomery, ka thënë për Kosova Online se dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës duhet të ndërpritet dhe të insistohet në zbatimin e asaj që tashmë është rënë dakord në radhë të parë për formimin e asociacionit të komunave serbe. Montgomery shtoi se Amerika i ofron mbështetje të madhe Kosovës dhe ka shumë mënyra për të ushtruar presion. Pasi të zgjidhen këto çështje, dialogu duhet të udhëhiqet nga Amerika, jo nga Bashkimi Evropian, i cili është treguar i paaft për të zbatuar masa konkrete, tha Montgomery. Bashkimi Evropian beson se Serbia me veprimet e saj lidhur me kërkesën e Kosovës për të qenë mysafire speciale e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës ka shkelur obligimet e saj nga marrëveshja e Ohrit. Kërkesa e Kosovës u heq nga rendi i ditës së Komitetit Politik të Këshillit të Evropës këtë javë me shumicë votash dhe zyrtarët e Brukselit kujtojnë se neni i 4 i marrëveshjes së Ohrit parasheh se Serbia nuk do të kundërshtojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Para Departamenti Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë ka vazhduar gjykimi Gavrilo Milosavljevićit nga Istoku, i cili akuzohet nga Prokuroria Speciale për krime lufte të kryera në burgun e Dobravës. Prokuroria pretendon se ai ka qenë pjesëmarrës në vrasjet masive të burgosërve shqiptar në Dubravë në maj të vitit 1999, kur u vran 109 të burgosur dhe u plagosën 108. Avokati Nebojša Vlaić tha për Kosova Online se dëshmitari i sotëm nuk dinte asgjë për këtë ngjarje dhe se ishte e paqartë se po merrej fare në pyetje. 6 mitur janë ndaluar mbrëm në Mitrovicën e Veriut pas një debati dhe zënke. Përfaqësuesit e policisë së Kosovës Petrit Feza tha se në përleshje kanë marrë pjesë 4 serbë dhe 4 shqiptar të moshës 15 dhe 16 vjeçare. Të 3 të miturit janë liruar menjëherë pasi nuk kanë qenë të përfshirë në ngjarjen dhe prindrit e tyre thonë se efektivet e policisë i kanë trajtuar të miturit në mënyrë agresive. Lista serbe dënoi sjelljen e policisë së Kosovës dhe kërkoi nga Uleksi që të publikojë raporte për këtë dhe ngjarje të tjera të ngjashme.
Moti nesër në Serbi në mëngjes do të jetë i kthjellë dhe i ftohtë me mjegulla nëpër lugina dhe rafshina në disa vende pritet ngrica. Gjatë ditës do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë për këtë periudhë të vitit. Do të fryerë dop deri mesatare juglindore, temperatura mëngjesi do të sillet nga -2 deri në 6, kurse ajo maksimale ditore nga 18 deri në 22 gradë Celsius.